إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزر مسلما إسلامي ديني الله تبارك وتعالى izbritur për të gjithë, izbritur për të gjithë njerëzimin, për të partë dhe të mramtë, për të rinjët dhe të vjetrit, për të gjitha kohrat dhe të gjitha gjeneratat, mirë po gjenerata prej gjenerate, ka dallim të madh në kuptimin dhe zbatimin e dinit e Allahut Azza wa Jall në jetën e tyre të përditshme. Nëse ndalim dhe bëjmë një krahazim të shpejt mes rinisë sahabëve të asaj gjenerate të parë dhe rinisë të sotshme të gjeneratës tonë, po them rinisë sepse rinia është boshti kryesor prej të cilit varet rregullimi i shoqërisë apo degenerimi dhe shkatrimi po i asaj shoqërie. Është pesha më e rëndë dhe bara më e rëndë në shoqëri. Pra vëllezër musliman, nëse tentojmë dhe dojmë ta bëjmë një krahazim shumë të thjesht mes rinisë së sahabëve dhe rinisë tonë, me të cilën jemi duke jetuar me ta dhe duke ballafaquar me ta, gjejmë një krahazim dhe një dallim shumë të madh mes tyre, dallim i madh dhe largimi madh, muaq edhe sa largimi dhe distanca e tyre nga ana historike. I gjejmë sahabët e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, të cilët jo vetëm prej mëkateve të mëdha, por janë munduar në maksimum të largohen edhe prej mëkateve të vogla, edhe prej gjunaheve të vogla, dhe të numërojnë gjunahet e vogla si gjunahe dhe mëkate shkatërruese, në të cilat nëse vazhdojnë to, kanë frikë se do të jenë sebeb edhe shkak që ata të shkatërrohen. Sepse vllazën musliman, në Islam është e qartë se mëkatet e vogla që kanë thënë ulemaja, nëse shpeshtohen dhe muslimani nuk pendohet prej tyre, aty shndrohen në të mëdha. Thot Enesi radiallahu anhu, i thot shokëve tyve tashmë, thot innakum leta'ameluna amalen hiya daqqu fi a'yunikum min ash-shari in kunna lana'udduha min al-mubiqati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thot o ju njerëz, ju po bëni punë dhe vepra të cilat po i numëroni më të vogla se sa qimja e flokut, ndërsa ne i kemi numëruar ato në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam prej gjunaheve dhe veprave shkatërruese. Ndërsa rinia jon jo vetëm se veprojnë mëkate të mëdha, e për mëkate të vogla nuk diskutojmë fare. Pra jo vetëm se veprojnë mëkate të mëdha, por mburren dhe krenohen me ato mëkate të cilat i bëjnë,
sa prej të rive dhe të rejave ton, i gjejmë të zhytur thellë në pija alkoholike, sa prej tyre i gjejmë në amoralitet në zina, sa prej tyre i gjejmë në për harame dhe haramet të tjera, me të cilat mburren dhe krenohen se janë në për ato harame, në ato mëkate. La ilaha illallah, sahabët vllazën musliman, mëkatet të mëdha nuk vjen shprehje me i ba, ndërsa të voglat munohen me jashtësu, prej frikës se ato po i shkatrojnë, ndërsa vëllezërit ton dhe motrat tona, rinia jon, janë të zhytur në mëkate të mëdha dhe i numrojnë ato mëkate krej të vogla dhe nuk din fare se çfarë dallimi ekziston mes mëkateve të mëdha dhe të vogla. Pra krej të gjitha janë të njëjta për to, si të mëdhat dhe si të vogla. Rinia sahabëve mëkatet edhe kur i kanë bërë vllazër, i kanë bërë msheftazi, sepse është normale që njeriu të gaboj, por gabimin dhe mëkatin ta bëjmë msheftazi, sepse e kanë pas parasysh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: kullu ummeti mu'afan illa lë mujahirin, krejt ymeti im ka mundësi dhe vjen në shprehje një falë mëkatet nesër ditën e gjykimit, përpos atyre të cilët i bëjnë mëkatet haptazi, ndërsa rinia jon jo vetëm se i bëjnë mëkatet, por i bëjnë mëkatet haptazi dhe krenohen dhe mburren njëri para tjetrit për mëkatet i cilat i kanë bërë. Pra dallimi madh mes mëkateve të sahabëve dhe mëkateve të rinis tonë. Rinia sahabëve e kanë kuptuar qëllimin dhe esencën dhe arsyen pse janë krijuar. Janë krijuar të adhurojnë Allahun Azza wa Jall, janë krijuar të punojnë për ahiret, të punojnë për xhenet, të punojnë për botën tjetër. Ndërsa rinia jon mjerisht kanë harruar pse janë krijuar, thua se janë krijuar për të shfryrë epshet e veta, janë krijuar për këtë botë, janë krijuar për me hangër dhe me pi dhe mu knaqë dhe kaqmë dhe nuk ka asgjë tjetër jashtë saj. Rinia sahabëve kanë bërë gara se kush po shkon i pari në xhami, kush po shkon i pari në shtëpia të Allahut Azza wa Jall. Ndërsa rinia jon bëjnë gara se kush po shkon i pari në diskoteka dhe shtëpia tjera të shejtanit të mallkum. Rinia sahabëve xhamit kanë qenë të mbushura me ta, ndërsa me rini ton diskotekat janë të mbushura me ta. Rinia tyre kanë kaluar kohën në për tubime dhe mezhlise shkencore dhe dije, ku ka pas hajrë, ndërsa rinia jon mjerisht e kalojnë kohën në për fushat të futbollit, në për fushat të basketbollit, në për tubime të ndryshme, ku kalojnë kohën këtë, në për klubet të natës dhe gjëra tjera, mos t'i përmenim ato. Rinia sahabëve vllazën musliman mendi kanë pasë në kokë, ndërsa rinia jon meti kanë në këmbë dhe në duar. Të rinjet e tyre janë mburrur me historinë e burrave të mëdhej që i kanë njoftur dhe kanë mësu, me historinë të dashërve të Allahut, pejgamberëve dhe vlijave të Allahut, ndërsa rinia jon krenohet dhe mburret me historinë dhe biografinë e yjve të muzikës dhe yjve të ndryshëm të kinematografisë. Të rinjet tanë janë të përgatitur, të rinjet e sahabëve kanë qenë të përgatitur për të formuar shtet islam, janë trajnuar për të formuar dhe për të bartë atë përgjegjësi pasi ta formojnë shtetin islam, dhe historia e tregon atë. Usamën të birin e Zejdit, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në moshën 18 vjeçare e ka bërë komandant të një ekspedite ushtarake, të cilin e ka dërguar të romakët, të ajo perandori, e cila ka qenë e pamposhtur në atë kohë, e ka dërguar atë ekspedit në krye të ati fëmiju për të i treguar Bizantinve, për të i treguar qëfarve dhe të tjerve, se në ymetin ton rinia ka peshë të madhe, ka barë të madhe,
ka përgjegjësi të madhe dhe është e gatshme për ta bartë atë përgjegjësi. Saqë një numër i sahabëve janë çuditur pse pejgamberi alayhi salam ja ka dhënë flamurin muati sahabiu dhe pas vdekjes pejgamberit alayhi salam ku ai ekspedit nuk arritin me vazhduar rrugën sepse pejgamberi u smua randë muaja kur filloi ta marr rrugën dhe u ndalen pasi që pejgamberit ju keqsua gjendja dhe pas vdekjes së pejgamberit alayhi salam Ebu Bekri hapin e parë çka e bëri i tha Usamës Usame vazhdo rrugën tënde me këtu shtri. Disa sahabi thanë, ja Ebu Bekër, Usame është i vogël, është fëmijë, mos e lëni këtë pozit, jepja dikuj tjetër. Ebu Bekri tha, wallahi, një nuk ka punë që ka bë pejgamberi, e unë nuk e bëj. Pra kuptoj mirë se të rritën e Islam kanë barë të madhe, po vllazën musliman kanë përgjegjësi të madhe dhe janë të gatshëm të bëjnë ato emanete, ndërsa rinjt tonë mjerish dhe fatkeqësisht jo vetëm në moshën 18 vjeçare, por edhe në moshën 40 vjeçare nuk janë në gjendje të mbajnë shtet, nuk janë në gjendje të udhëheqin shtet, sepse nuk janë pregaditur dhe nuk janë kalitur, nuk e kanë kaluar kohën në trajnim, por e kanë kaluar kohën në trajnim për medal, në për festivale, në trajnim në për mbrëmje të maturës, në trajnim në për ekskursione dhe vende të ndryshme. Janë trajnuar për ata dhe për ato ja kanë hakun dhe i gjon të parët na për këto vende ku janë të bime ku Allahu Azza wa Jalla urrin dhe nuk trajnohen dhe nuk ushtrohen për të mbajtur shtet, për të udhëhequr shtet, për të bartur nesër përgjegjësi, nëse pranon shoqëria dhe jap një përgjegjësi të tillë atyre. Po vllazën musliman, dallimi i madh mes atyre burrave asaj rinie dhe mes rinisë tonë. E njëjta fe, i njëjti islam, por njerëzit të tjerë, ata kanë shkuar dhe ne tash jemi, qysh kanë qenë qashtu i kanë pas edhe punë, dhe qysh jemi ne sot qashtu edhe kemi punë, qysh ka qenë rinia atyre, mua ashtu ka qenë edhe gjendja atyre, ku kanë qenë të zotët dynjas, ku krejt bota ja ka pas lakmin, dhe qysh janë të rritë tanë sot, mua ashtu edhe kemi gjendjen ku krejt dynjaja me rrirë në këtë ne për së keqi. Vllazën musliman, e kemi për obligim nga ana Allahut Azza wa Jall, nga dini islam, që të kontribojmë dhe të japëm hak dhe mund të derdhim njerëz të gjithë, që ta rregullojmë këtë shoqëri, ta vetgjysojmë këtë rini, ta kupton kjo rini qëllimin e krijimit, pse ka ardhur në këtë dynja, ta kuptoj se kjo rini do t'i kaloj dhe nesër do t'i pendohet për vepra që i ka bë, për kohën që e ka kaluar këtë, për sjelljet që i ka pas arrogante, e degeneruese, e shkatruese, do të pendohet për të gjitha ato. Nëse nuk pendohet nesër në këtë dynja, do të pendohet nesër në ahiret. Rinia është ardhmëria e këtij populli dhe çdo populli. Nëse ne nuk e marrim me seriozitet rregullimin e kësaj shoqërie, pra rinisë tonë, atëherë neve na pret një ardhmje e keqe, wallahi, na pret një ardhmje jo e mirë, jo e ëmbël, por e vllaç Zoti xhalla shanuhu, ai me madhninë e vet, me urtësinë e vet, me mëshirën e vet, me i drejtua këta të ri tonë dhe këtu të reja tona, me kthyen rrugën Allahut Azza wa Jall, me kuptuar realitetin vllazën musliman, se shteti nuk formohet me disqe, shteti nuk formohet edhe nuk mbahet me klube të natës, shteti nuk formohet edhe nuk mbahet me mbrëmje të maturës, shteti nuk formohet edhe nuk mbahet me ekskursione, nuk mbahet me festivale të muzikës, nuk mbahet me kinematografi, nuk mbahet wallahi. Aty janë shtresat më të ulta në shoqërinë ku të intelektualt e sundojnë, në shoqëri ku meti kanë në kokë, ndërsa në shoqërinë ku jemi ne sot, ku lavdrohen ata njerëz, ata mburren, ata përmenden, kur përmenden ata, kur dikush i njeh ata, mburret dhe krenohet, wallahi, janë shoqëria më e ulët, janë shoqëria më degeneruese, janë virusi kësaj shoqërie, mjerët ata të mjerët për shpirtin e vet, të cilët hecin
dhe punojnë me i përhap ato dukuri negative, me na prish neve këtë shoqëri, por neve që na ka vëzu Allahu, neve që na ka drejtu Allahu, na mbetet obligimi madh, mi kap të atyri dhe këtu të reja për dore, mi avqel sytë me gisht, sepse dikujna nuk i qele sytë, vetëm me gisht, mja të regua hakun, mja të regua realitetin, s'faku vlazën musliman, dhe së fundi me hjek për gjëgjësin, prej qafës tonë, prej barës tonë, këtë barë me hjek prej vetë vetës tonë, prej supave tona, nesër kur dalim për Allahut Azza wa Jall, qka i thojmë Allahut, qa kem kontribu për këtë rini, qa kem kontribu për këtë rini vlazën musliman, Allahu na parasit në Koran, ta ruajmë vetë vetën tonë për zjarët të gjëhnamit, pra ti ruajmë edhe fëmi tonë, ta ruajmë familjen tonë, e familja jonë, janë rinia jonë, estakfirullahe li ju alakum, wa lisairi l-mu'minina min kulli dhambin, fastakfiruhu, innehu huwa l-ghafuru r-rahim. من قد أبوا إلا الصلاة ليتهم من مصلحين لا يعملون لغاية